Përshëndetje edhe për juve, faleminderit që keni gjetë kohë me ardhur me na vizitu. Përndryshe Hendikosi është shoqat rehabilituese për persona me aftësi të kufizuar, por fokusi jonë janë shërbimet me fëmijë, të cilët kanë nevojë për mbështetje dhe për shërbime të specializuara. Drejtoresha e Hendikos, Suzana Gashi, falenderon kompaninë Euro Inc. për ndërtimin e objektit të ri, një investim mbi 350.000 euro. Tash do me thonë metrat katror I kemi 504. Do me thonë edhe për një 200 metra katror është kriju hapësira, I kemi secili profesionist I ka sallat e veçanta për me punu me fëmijë. Fokusi kryesor I qendrës janë shërbimet për fëmijët, psikoterapi, fizioterapi, lokopedi dhe agroterapi, si dhe transporti nga shtëpitë e tyre deri në qendër. Por fokusi jonë janë shërbimet me fëmijë, të cilët kanë nevojë për mbështetje dhe për shërbime të specializuara, për shembull si seanca psikoterapeutike, seanca fizioterapeutike, logopedike dhe ergoterapeutike. Po ashtu e kryjmë edhe transportin e fëmijëve nga shtëpitë e tyre. Programi punon 5 ditë në javë, nga ora 8 deri në orën 16, me 2 grupe, paradite dhe pasdite. Orari është 8-4, do me thonë 8 orë, 5 ditë javës, që I përfshin 14 orë në javë. Kemi shërbime për fëmijë të cilët organizohen 2 grupe, është grupi I paraditës dhe grupi I pasditës. Përveç kësaj, funksionon dhe grupi I të rriturve të cilët kanë qëndrim ditor dhe përfshihen në aktivitete sipas nevojës. Grupin e të rriturve, sepse ditën e premte ne kemi aktivitete me të rritur, është do me thonë grupi I të rriturve, edhe ata e kanë qëndrim ditor. Do me thonë dyrët e Hendikosit ditën e premte janë të hapur për grupin e të rriturve, edhe vinë kur dojnë, qofse ka nevojë edhe për seanca, edhe për aktivitete, për socializim, bëjnë aktivitete, luajnë shal, letra. Drejtoresha tregon se ndonse nuk janë keq me staf, krahasuar me organizatat e tjera në Kosovë, por ajo thotë se ka ende hapësirë për zgjerim, pasi kërkesat janë të mëdha dhe rastet të reja paraqiten pothuajse çdo ditë. Aktualisht, rreth 70 fëmijë marrin shërbime gjatë javës. Në kuadër të Hendikosit funksionon edhe një ekip multidisiplinar, I financuar nga UNICEF-i, që ofron intervenim të hershëm për moshat 0 deri në 6 vjeç. Një projekt që është pritur shumë mirë nga qerdhet dhe familjarët. Për dallim prej organizatave të tjera, domethënë në nivel të Kosovës, e kam fjalën për organizatat që ofrojnë shërbime, nuk jemi keq. Por a ka hapësirë për mbështu staf? Po, sepse nevojat janë të mëdha dhe kemi raste çdo ditë që lajmërohen për këto shërbime. Domethënë I kemi diku 70 fëmijë që marrin shërbime brenda javës. Po në kuadër të Hendikosit e kemi edhe një ekip e cila paguhet, domethënë financohet prej UNICEF-it. Është ekipa që ofron shërbime multidisciplinare për intervenimin e hershëm tek moshat 0 deri në 6 vjet. Domethënë që është element kyç për zhvillimin e fëmijëve. Hendikos në Suare gëzon bashkëpunim të mirë me komunën dhe me mbështetje edhe nga Ministria e Drejtësisë, duke u mundësuar të mbulojë nevojat kryesore të fëmijëve. Thonë drejtën ja vlen me përmend që kemi një bashkëpunim shumë të mirë me komunën, po ashtu edhe I plotësojmë disa kritere pasi jemi të licencuar edhe organizata dhe stafi, marrim mbështetje edhe për Ministrisë Drejtësisë, të paktën që ajo na lehtëson për mi mbulu kapacitetet dhe nevojat e fëmijëve të komunës tonë. Suzana tregon se në çdo fillim, fëmijët e vegjël shpesh çajnë dhe kanë vështirësi të përshtaten rutinës, por pas rreth 2 javësh ata adaptohen dhe ndihen shumë më të rehatuar. Si gjithmonë edhe fillimi është I vështirë. Çajnë ka pak, s'dojnë me nejt, deri për një kohë na shtat 2 javë ditë, muj me thonë, por tani kur të mësohen, pastaj nuk e përballojnë nëse neve na sfidon puna, shkon një punëtor dikun tjetër, vjen një punëtor I ri, e kanë shumë të papranueshme me pranu
një profesionist tjetër. Qendra ofron shërbime për moshat 0 deri në 18 vjeç, pa e anashkaluar grupin e të rriturve, të cilët vinë sipas dëshirës dhe marrin pjesë në aktivitete, si shah, letra ose seanca tjera terapeutike. Moshat që trajtohen për shërbimet 0 deri në 18 vjet, por pa i anashkaluar dhe grupin e të rriturve, sepse ditën e premte ne kemi aktivitete me të rritur, do me thonë grupi i të rriturve. Organizata vazhdimisht lobon për sigurimin e fondeve, duke theksuar se këto shërbime janë të domosdoshme dhe jetike për komunitetin. Por ma shumë lobojmë për me siguru fonde, shkaku i operimit të shërbimeve, sepse shërbimet janë domosdoshme për këtë kategori. Edhe nuk është që janë të caktuar për me marrë një shërbim mrena 2 muaj ose 3 muaj, po kjo kategori don trajtime të vazhdueshme. Mesazhi i drejtoreshës është i qartë: të kontribojmë për një shoqëri gjithëpërfshirëse pa diskriminim. Personat me aftësi të kufizuara nuk duhet parë si barë. Mesazhi jonë është të kontribojmë për një shoqëri gjithëpërfshirëse pa diskriminim edhe mos t'i llogaritim personat me aftësi të kufizuar si barë e shoqërisë, sepse edhe ata janë një vlerë për shoqërisë, se mund të kontribojnë në mënyra të ndryshme. Nuk do me thonë që është person me aftësi të kufizuar edhe nuk e ka një kapacitet për me dhënë një kontribut në shoqëri. Edhe ata mund me kontribu në shoqërinë tonë. Ata janë vlerë e shoqërisë dhe mund të kontribojnë njësoj si gjithë të tjerët.